Dje në ora 16:10 në sektorin për punë të brendshme Gostivar, një grua 35 vjeçare nga Kërçova ka raportuar se pas një mosmarrëveshjeje të mëparshme, ish bashkëshorti i saj i kishte drejtuar kërcënime dhe ishte sjellë në mënyrë agresive ndaj saj. Dje në ora 17:30 në sektorin për punë të brendshme Gostivar, një 31 vjeçare nga Gostivari ka raportuar se bashkëshorti i saj, me të cilin është në procedurë divorci, është përpjekur të marrë kredi nga një shoqëri financiare pa pëlqimin e saj. Sipas denoncimit, ajo ishte kontaktuar nga shoqëria financiare për ta njoftuar se kërkesa për kredi ishte miratuar dhe se bashkëshorti i saj ndodhej në ekspoziturën e tyre. Dje në ora 19:57 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 21 vjeçar nga rajoni Gostivarit ka raportuar se në shtëpinë familjare babai i tij ishte sjellë në mënyrë agresive, kishte thyer sende dhe nga anëtarët e familjes kërkonte para, duke drejtuar edhe kërcënime. Sot në ora 4 të mëngjesit në sektorin për punë të brendshme Gostivar, një grua 44 vjeçare nga rajoni Gostivarit ka raportuar se pas një mosmarrëveshjeje të mëparshme ishte sulmuar fizikisht nga vëllai i saj. Sot pas mesnatës në ora 12:55 në rajonin e Gostivarit, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 21 vjeçar nga një fshat i zonës, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak nga partnerja e tij jashtëmartësore 23 vjeçare, e cila kishte raportuar se ai ishte sjellë në mënyrë agresive dhe e kishte sulmuar fizikisht duke përdorur edhe një mjet të mprehtë. Dje në ora 10 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 35 vjeçar nga fshati Pallçishte e Përme ka raportuar se nga stanet e tij në mënyrë të kundërligjshme me një automjet transportues i janë marrë disa dele. Pas masave të ndërmarra, zyrtarët policor i kanë gjetur delet e marra dhe ja kanë kthyer pronarit. Gjatë ditës së djeshme në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov është realizuar kontrolli automjeteve dhe drejtuesve të tyre. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 13 drejtues mjetesh për parkim të parregullt, ndërsa 9 automjete janë larguar me automjetin special me rimang. Janë sankcionuar edhe 48 kundërvajtje të tjera në komunikacion, 30 në Tetov dhe 18 në Gostivar.